Familjarët e Rozanës i dalin në mbrojtje e saj në debatin që pat kundra Eglit. Jas çfarë faktesh i thon Eglit. Familjarët e Rozanës që i menaxhojnë faqen e Instagramit kanë reaguar në mbrojtjet e saj teksa shkruajtën pas debatit në Prime me Eglin. Rozana qysh se Egli të përmendi moshën ka dështuar, rinia që përmend moshën s'ka argumente të tjera përveç frikës së dështimit. Egli dil prap se mbase mëson ca gjëra. Ata kanë shpërndar edhe një post ku Egli me Ajda bisedonin e krahasonin Rozanën me vrasës serial kanibal e nekrofile, teksa thoshin se Rozana është si ata vrasë që i tërhiqin viktimën e më pas e vrasin. Këto krahasime kanë shkaktuar indignimin e familjarëve të Rozanës që shkruajnë: a e kupton çfarë krahasimi janë duke bërë këta? A e kanë minimumin e informacionit se çfarë përbindshi ishte ai? Jeffrey Dahmer nuk ishte vetëm vrasës serial, por një kasab që kthente trupin njerëzor në një projekt të sëmurë të kontrollit absolut. I ofronte pije të droguara viktimave të tij, i mbyste ndërsa ishin të pavetdijshëm e më pas i coptonte. Ruante Kafka në sirtar, zemra në frigorifere përzinte mishin e tyre me ushqimin e përditshëm që hante. Nuk ishte vetëm një vrasës serial, por një kanibal, një nekrofil, një eksperimentues i viktimave të tij në formën më të errët. Teksa kanë shpërndar dhe një postim të Monika Lubonjës, krahasimi që bëri Egli me Aldën dhe Rozanën ose Gjestin e krahasoi me Jeffrey Dahmer, një vrasës serial e kanibal. Ky nuk është as humorizi, nuk ka rëndësi për kë banor është. Dhe ndjes shikuesve të mi sepse nuk duhet të flas kështu për këta të dy nuk janë normal me këto krahasime. Problemin e keni ju që nuk dini t'i ndani ngjarjet personazhet nga njëra tjetra. A është normale që në një format loje si Big Brother VIP të bën krahasime të tilla? E kanë idenë këto se me kë po e krahasojnë në një vrasës seriale, jo vetëm. E tmerrshme, ky format diqet edhe nga fëmijë. Egli moj vajzë e lig. Teksa kanë reaguar edhe për Prime-in, nuk mund të hidhem në qaftë, i thot Egli Rozit kur erdha, sepse kur Ika ishte zënë me Rozin. Por ama thot, Rozi u pre në fytyrë kur erdha, nuk më priti mirë. Ai kishte shkëputur marrëdhëniet, si pret të pres mirë Rozi. Je super e fortë pa dalë asnjë ditë jashtë asaj shtëpie, kurse të tjerët edhe pse kanë dalë jashtë pushuan ca ditë dhe kur u kthyen sërish në grop. Domethënë Egli pas ka bërë të gjitha të zezat, aman mi narciste thekur, kjo është fajtore kokë këmbë bën viktimën. Ishte ironia e qartë për Eglin, teksa kanë kërkuar edhe marrjen e masave për rastin e krahasimit të Rozanës me Jeffrey Dahmerin nga ana e Eglit dhe Aldos.